Gjenis? Ku janë negociatat ishin fjalën, kush do ta mbylli luftën, kush e pyetja? Jo, pyetja ishte shumë e thjeshtë, të bëjë një lidhje të shkurtër Ku ka lidhjet Irani me vendet evropiane, jo lidhjet e vjetra. Ka lidhjet edhe aktuale. Ka përpjekje thotë. Nëse më lejon zoti Rakibi, Shtetet Bashkuara të Amerikës gjithnjë dita ditës po e humbi mundësitë për të negociuar një paqe dhe një armëpushim me Iranin dhe arsye është shumë e thjeshtë. Ti nuk mund të bësh dot dialog diplomatik për të bërë një zgjidhje diplomatike ndërkohë që bombardon çdo ditë. Dhe Irani e ka bërë të qartë, megjithëse presidenti Trump herës mundohet të qetësojë edhe opinionin publik në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe ndërkombëtar kur del dhe thotë ne po negociojmë me Iranin. E vërteta është që deri para se të fillojnë emisionin, Irani mohon që ka në negociim një kontakt të drejtë për drejtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që palë tjera, ndoshta më frytëzënësja deri tani ishte kjo kaça Pakistani, Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti, këto po këmbejnë mesazhet ndërmjet dy palëve me idenë që mund të arrihet që palët tulen në tryezën diskutime. Megjithatë, gjatë 24 orëve të fundit ose pak orëve para se të fillonin emisionin, ka një iniciativë të Britanisë. Dhe kjo është ajo interesantja, dhe me thënë. Po, Britania do të zhvilloj bisedime me 35 vende për ngushtisjen e Hormuzit. Çfarë është kjo? Për gjetë një zgjidhje, domethënë, Mbretëria e Bashkuar nuk i bashkangjit thirrjeve të presidentit Trump për t'u bashkuar për të hapur me dhunë, se kjo ka qenë historia. Presidenti Trump kërkoi që të hapet me dhunë. Dhe hapja me dhunë e Hormuzit është ajo që tha profesori, do thotë që ta menaxhoj Shtetet Bashkuara përfundimisht Hormuzin dhe nuk e lejojnë kurrë ato pjesë. Atëherë, i gjithë Unioni, por dhe aleati më i vjetë e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Europë, Britania refuzuan dhe merr nismën Britania me mbështetjen e Italisë, Francës, Gjermanisë, Spanjës, domethënë vende më me peshë në Unionin Evropian, me një ftesë në vendeve gjithashtu shumë të rëndësishme në Azi dhe përtej Azisë, do marrin pjesë të gjithë vendet e Gadishut, vendet arabe, gjithë të tjera dhe po krijohet një aleancë, deri tani janë 35 shtete, tani ka qenë komunikimi i parë, sot pas dite ka qenë komunikimi i parë i mbledhjes. Ndërpres, interesant është se si nuk tentuan shtetet e gjirit të përfshihen këtë luftë. U gjykoj se ndërmjet Turqisë, Pakistanit dhe vendeve të gjirit ka patur një lloj negociate, pasi në qoftë se vendet e gjirit do ndërhynin luftë dhe do bëshin palë me aleatët Izraelin dhe Amerikanët, mbase ditën e nesërme do sillte edhe mbase edhe pushtimin e vendeve të gjirit nga Irani, në qoftë se aleatët do largohen. Nuk ndodhi edhe në kohën e Saddam Hussein dhe tjera, ato nuk janë, pavarësisht se ne kemi kritika të tyre, kanë histori ato, kanë histori, nuk është çështje aty. Domthonë, po për ta mbyllur bisedën, për të lënë diskutimin edhe panelit, kjo mendoj unë që është oferta më serioze që po vjen tani. Sepse janë 4 fuqi që kanë marrëdhënie shumë të mira, qoftë me Iranin, qoftë me vendet gadish, po qoftë edhe me Perëndimin, dhe është pothuajse gjithë Europa, Azia, sidomos tregjet e Azisë, Kina, profesori përmendi Kinën. Kina merr 54% furnizimit vetëm me naftë nga Gadishëve. Diçka do thotë apo? Që të mbyllet Kina totalisht. Dhe askush nuk e përmend Kinën. Ama Kina është i vetmi shtet i cili kalon sot e kësaj dite cisterna dhe anije. Domethënë, përtej analizave tona, e di që irriton shumë njerëz kjo çështje, por nga pikpamja teknike, zoti Rakipi, ka pikpamje teknike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë humbur luftën, po humbin dhe aleancat. Sa më shumë të vazhdoj kjo situatë, aq më madhe do jetë humbja e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe aktorë të tjerë, qoftë dhe aleat të afër Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është Britania, Italia, Gjermania, Unioni, po dhe vendet tjera, edhe Japonia, e cila refuzoi ftesën e parë Trumpit, janë për ato arsye shumë të rëndësishme që përmendi zoti Gjeçari, janë të detyruar të hapin. Para se të vi këtu, kreu i Organizatës Botërore të Energjisë dha bëri një analizë ngjashme me profesorin Gjeçarin. E di çfarë tha? Kriza që rrezikojmë këtë herë është më e madhe se sa ajo viteve 70, dhe se kriza e 2022 që bëri gazi rus. Por edhe vete 56-ës në Suez. Fundosëse për ekonominë botërore. Dhe askush nuk është i gatshëm të tolerojë asnjë lloj politikane, qoftë presidentin Trump përballë kësaj krize të madhe. Sekretari amerikan i luftës kërkon që shefi i shtabit të ushtrisë amerikane, Randy George, jap dorëheqjen. Kërkon që shefi i shtabit të ushtrisë, Randy George, të jap dorëheqjen dhe të riket menjëherë. CBS e ka... CBS News. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Interesant është. Do me thonë, po fillojnë reagimet, faktikisht pjesa, më falë profesor, pjesa ushtarake ka qenë gjithmonë
si thua, kritike nga dhe me realiste. Po normal, sepse ato e dinë se si bëhet lufta. lufta. Sepse ata e dinë që është lufta dhe ku mund të dalin dhe çfarë mund të kenë pasoja. Besoj se bim dakord edhe me këto lajmet e fundit atë që nisi zoti Zoga dhe profesori që nuk ka kuptim të shkojë më tej se kaq kjo luftë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të zhyten, nëse e zgjasin më tej mund të zhyten në diskutime të tjera pastaj botërore, se në fundit ne me të vërtetë kemi kritika për presidentin Trump. Po shteti flamur, fanar, aq sa është në gjithë botën liria, ai është pjesa. Dhe këtë du ta pranojmë. Çrënësi ka që sot kemi kritika presidentin Trump. Amerika është Amerikë. Në qoftë se humbet koncepti i lirisë atje, imagjinoni ku do shkojmë zoti Zogaj, do shkojmë te liria e Putinit. Po, kundërshtarët më të mëdhenj luftës janë SBA. Është shumica dërmuese. Po, me këtë mori pushtetin. 64% Amerikanë janë këtë kush komplekse që shpreh mori pushtetin në mandatin, këtë mandat ai e mori në emër të Amerikës. Amerika e para. Aktualisht, domethënë tani, por a ka negociata përveç këtyre që gjejmë lajme të gjitha. Tani ne pothuajse është e vërtetë ma konfirmojnë. Ne pothuajse është pro luftës. Ne pothuajse, po, Kjo deklarata është e vërtetë është kërkuar më njëherë Dorëqja. Po, por Pete Hegseth është nga partizanët kryesorë, sekretari i luftës. Po pra, edhe ka kërkuar që të tërheqet. Po pra, sepse shefi shtabit kërkon tërheqjen nga lufta. Kështu do të thotë nëse shkarkohet shefi shtabit, do vendoset një shefi shtabit i ri që do shkojë më tepër në luftë. Sepse Pete Hegseth është është një person i cili ka dalë nga, le të themi, nga këto konjunkturat e evangelizmit sionist dhe është nga njerëzit më radikal përsa i përket luftës në lidhjet mesme. A ka negociata mes SBA-s dhe Iranit dhe a ka vërtet negociata? Nuk ka, e tham pak më herët, nuk ka negociata direkte, sepse të dyja palët e kanë të pamundur të ulen direkt, për sa kohë që nuk e tolerojnë njëri tjetrin, shikoj duhet ta pranojmë dhe këtë pjesë. Po dhe ne ende nuk e di ç'kërkon kërkon SBA-ja. Edhe Iran, po sigurisht që tekstet janë ato 15 pikat që kemi diskutuar, dhe janë 5 pikat që i ktheu Irani. Megjithatë, me çfarë duket deri tani, edhe me retorikën e presidentit Trump, i cili pavarësisht gjithçka e thotë që kemi shkatruar programin bërthamor, kemi shkatruar raketat, domethënë mundohet shesi një lloj fitore të madhe, problemi kyç besoj se bijem dakord gjithë mbetet Hormuzi. Problemi kyç mbetet Hormuzi. Aty ka ngecë historia. Dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një presion të madh ndërkombëtar, sepse Amerika nuk e ka këtë krizën përveç ndikimit indirekt që jep në bursa energjia, naftë dhe gaz, sepse i plotson gjitha, i plotson vetë gjitha. Ka bëj luftë që plotson tjerë. Po dhe plotson Europa dhe Azia, kryesisht Azia pjesë më të madhe, kështu që nuk besoj që i ndodhur me këtë presion të madh diplomatik ndërkombëtar.